Jam në apartamentet më të famshme në Shqipëri. Çfarë apartamenti do thoni ju? Apartamentet mbretëror në pallatin mbretëror. Apartamenti i mbretit dhe i mbretreshës. Kjo është paradhoma e ndenjes ku ishte garderoba e mbretit dhe mbretreshës. Shiheni, e gjithë garderoba ngjyrë turkuaz, me karrige turkuaz, me tavolinën e madhe, që për hir të vërtetës nuk di të them nëse ka qenë këtu apo jo. Është gjigande garderoba me ndriçim nga lart që vjen nga tavani. Këtu hym në dhomën e fjetjes së mbretit, i cili nuk e di për çfarë arsye ka më të vogël se mbretresha, ja krevati mbretëror, një zonë e vogël qëndrimi, ai koltuku, pjesa e vogël, aty ndodhet një kasafort që nuk është hapur kurrë në 85 vite, ndërkohë këtu shkojmë në pjesën e tualetit të mbretit, që është shumë interesant, është i pari tualet në Shqipëri me dush në vitin 1940, me lavamanin ngjyrë të kaltër, me vaskën, me dushin, me WC-n dhe biden. Shkojmë më pas në zyrën e mbretit, që ishte po në paradhomën e apartamentit, që është kjo këtu, është një zyrë shumë e thjeshtë në fakt, por i shërbente atij për të firmosur letra të rëndësishme dhe që ka një hyrje në dhomën më të bukur dhe më të famshme të pallatit, në pjesën e garderobës intime të mbretreshës. Kjo është garderoba intime e mbretreshës, do ndjek një itinerar të ndryshëm. Kjo është dhoma e ndenjes e mbretreshës, që ishte një dhomë e vogël intime, që kryesisht qëndrohej përpara në momente pushimi. Vijojmë me banjën e mbretreshës, që është nga më të rrallat për arsye të mermerit të jashtëzakonshëm, përdorur një roza portogallo shumë i rrallë, i cili konsiderohej atëherë një nga më të rrallët që mund të gjeje, me pamjen nga oborret e pallatit të mbretëror, me derën e cila kishte simbolet pra shqiponjen, dhe këtu kemi hyrë në dhomën e mbretreshës, dhomën më mahnitse të pallatit mbretëror, me oxhakun, zonën e ndenjes, tavolinën e punës, ambientin e dytë të ndenjes, ambientin e pushimit, tavolinën e tualetit në atë cep dhe krevatin mbretëror, që shqiptarët e njohin nga Partizani Meke i Dritoria Gollit nga filmi, që është ky këtu. Kjo është dhoma më e bukur. Të gjithë këto që ju tregova ishin apartamentet mbretërore në pallatin mbretëror në Shqipëri.